In memoriam u quajt konferenca përkujtimore kushtuar kirurgëve që me përkushtimin, profesionalizmin dhe kontributin e tyre shumëvjeçar lanë gjurmë të rëndësishme në zhvillimin e shërbimit të kirurgjisë dhe në kujdesin ndaj mira pacientëve ndër vite në zonën e Shkodrës dhe Mëgjër. Aktiviteti mbylli drejtues të Spitalit Rajonal, mjek, profesionist të shëndetësisë, familjar, ndërsa u mbajtën referime mbi historikun e kirurgjisë në Shkodër dhe mbi kontributin e kirurgëve të shuar, ndër të cilët Dr. Mark Mirashi, Dr. Ramiz Hafizi, Dr. Alis Pahia, Dr. Ferit Hoti dhe Dr. Zhylia Kraja. Referuesit sollën fakte, kujtime dhe vlerësime mbi rolin e secilit në avancimin e praktikës kirurgjikale, formimin e brezave të rinj të mjekëve dhe përmirësimin e shërbimeve shëndetësore në rajon. Në fakt, unë do të konsiderosha misionar të kirurgjisë. Asnjëherë ne nuk mundim se ku shkojmë pa ditë se prej ku erdhme, dhe kirurgjia ka traditën e saj. Vjen nga tradita, sot kirurgjia Shkodrës është nga kirurgjitë që performon shumë mirë në rang Shqipërijet dhe ne mbështetemi mbi shpatullat e gjigantëve. Sfidat smarojnë, kirurgjia Shkodrës sot performon me 4.000 intervente në vit, duke qenë spitali më i madh rajonal për sa i përket numrave të kirurgjisë. Realizohen kirurgji nga shumë disiplina kirurgjikale, që nga kirurgjia përgjithshme, kirurgjia urologjike, kirurgjia ortopedike, kirurgjitë e mikrospecialiteteve si uroloja dhe okulistika, të gjitha duhet kapin ritmin e kohës dhe këto janë sfidat të generacionit tonë. Janë me të vërtet 6 gjiganda të cilët meritojnë respektin maksimal. Kemi ftuar dhe familjarët e tyre, pasi mendojmë si pas çdo mjeku të madh që ndër një familje me telefonata të pa numërta, me festa të ndërprera, me sakrifica të pa numërta dhe i shprehim dhe atyre mirënjohje dhe respekt pa fund për punën e tyre. Edhe ato kanë qenë kontribuesit e heshtur në suksesin e punës së këtyre kirurgëve. I vetmi kirurgi këtij brezi që edhe sot gjendet mes nesh, Dr. Hamza Vneshta, tregon momentet më të vështira me të cilat i është dashur të përballet në vitet e ushtrimit të këtij profesioni, ndërsa ka edhe një mesazh për brezin e ri të mjekëve. Kam punuar 32 vjet në këtë raport kirurgjisë, nga 66 deri në 98. Dhe prej këtyre 32 vjetë, 17 vjet kam qenë drejtor i spitalit dhe poliklinikës. Dhe rroj kujtimet më të mira për të gjithë punonjësit e këtij spitalit, të cilët kanë dhënë në mesin e tyre në përmirësimin e shtetit të gjithë popullit, sidomos në kohën e tërmetit, 1915 prit 79, dhe tranzitin me të vitit 97, ka qenë një tërmet që ka ditë dielli, ka qenë 7.3 ballë, ka qenë ditë e diel, ora 7 e mëngjesit, na ka qenë krejt pa përgatitur. Në këtë tërmet humën jetën 36 vet, ushtruar në spital 350 vet. Unë ka kanë ditë diella me drejtori i spitalit, zi që çaja po atëherë vunën në aktivitet, spitalin e kohës luftës se kena pas nga dishmeni. Papi Zafrin infermier eroi si thash, edhe angazhoi ton personelin e shkollës luftës, u mbledh në spital për me përballu kësaj shumë vështirë ishte, pastaj qoftë e kaluam me sukses. Gjatë kësaj kohe, shumë vetë gjatë këtij tërmeti janë dekoruar se kanë bërë punë shkëlqyeshë në atë ditë punë. Ku kanë ekzistuar të na skaner e rezonancë magnetike sa ekzistuar fare, dhe sot tash kanë tantë lloj pajisësh. Në kohën tonë na kena pas shërbim të rretuar, ne dashmë marr për shtëpisë tonë personelin çdo rast i vit urgjencë, në mbledhshin sallën e operacionit, rrishim në atë ditë e më kthy prapë në shtëpi sepse nuk ishte infermier. Unë ka dhënë këshill doktor Kubliku. Për më bënë doktor, mos mendoj se do të bëhesh i famshëm, as i pasën. Në fund të organizimit u mbajt ceremonia ndarjes së certifikatave të mirënjohjes, gjatë së cilës u nderuan figurat e shuara të kirurgjisë, si shenjë respekti për kontributin e çmuar që ata lanë pas.